Adem Demaci është edhe qam. Është edhe nga Kosova. Kështu që nuk e kam zorun për të ardhur, me që shëndeti më punon. Më njoftuan ta vëllezërit e mi në Nuredini me këta qamë të tjerë. Edhe pata fatin e madh që erdha, kam bërë shumë mirë që kam ardhur. Nga Bilal Gjaferi kam lexuar gjëra të mrekullueshme. E njoh motrën e tij. Kam pas rast të shihem me të. Kështu që më lidhin shumë sende. Dhe fatin e qamëve e kemi përjetuar ne të Kosovës robëruar. Kështu që e ndihim me një fuqi të madhe. Dhe nuk jemi indiferent se çfarë ndodh me qamërinë, çfarë ndodh me qamët e tjera. Kështu që kjo ishte një ndihmëse ime e vogël, një pjesëmarrje e vogël, që të marr pjesë në vlerësimin e atyre që meritojnë të vlerësohen. Bilali ishte një shkrimtar i mirë, një shkrimtar i Zotit. Edhe qamët në përgjithësi kanë punuar për kombin e vet, janë organizuar tash. Kam shpresë të madhe që bota ka hyrë në fazën e zgjidhjes së problemeve që kemi trashëguar nga pushtetet edhe nga imperialistët e vegjël e të mëdhej. Kështu që popujt do të kthehen në shtëpitë e veta, do të kthehen në tokat e veta, do të vijë radha të kthehen edhe gjermanët nga Vojvodina që janë për zonë gjysmë milionin nga atje. Do të kthehen të gjithë ata popuj që në Evropë u shkel e drejta për të jetuar aty ku janë prej nga janë. Evropa ma nuk është ajo Evropa e dikushme, po është Evropa e një Gjermanie të suksesshme, një Gjermanie që është strumbullari për parimit të përgjithshëm të Evropës. Një Gjermanie cila ka marrë me vetdije përsipër që të përpiqet për shqiptarët, për Shqipërinë, për Kosovën, të aktivizoj gjitha potencialet e shumta që ka Shqipëria dhe Kosova. Kështu që ne na pret një ardhme e mirë, edhe këtu, edhe për vëllezërit e mi qam, e shoh një shumë shpejt do të lëvizin punët dhe nuk do të ndodhë që dikush kryen vete të shkel të drejtat e qamëve dhe të mos i përgjigjë askuj. Do më thonë, për të qenë brenda Bashkimit Evropian duhet të kryen detyrat të cilat i kërkon Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian kërkon paqe, kërkon bashkëpunim, kërkon... Unë jam motra e Bilal Gjaferit, e vogla. Kam lindur e fundit në këtë shtëpi. Dhe nuk jam rritur në këtë shtëpi. Kam qarë dhe s'kam qesh kur në këtë shtëpi. Lotët e mia me radhë kanë ardhur që në 23 që vdik nana ime, që është shkëputa nga Gjoksisaja, e nuk e njoha, nuk e bava më në kur. Në 25 jetë e babaj tim u pre në mes 10. Në 53 në vdik gjishi, në la fare. Në 69 la e qenë në Shqipëri, po neve se kishim takuar. Do njëherë dhe vjen nga 54, vjen në 69. Edhe vjen në gusht të 69. Edhe thot, do vemi njëherë të shtëpia, të kjo shtëpi këtu. Hajde vemi të ashu, kësha 4 vajza. Hajde vemi të ashu, në mëngjes në orën 8 vim këtu, të shtëpia. Këtu kishte një kështjel, vetëm me ferra me madhe nga që është kjo sot, ndërtuar. Me ferra, me fikte e dhe një shtëpi e brahtisur, me thënë 100% e brahtisur, vetëm që kishte themelet, dhe themelet ishën vleni më shumë nga çdo gjë tjetër. Themelet e vjetra, mund të jenë edhe 250-300 vjeçare këto themelet. Edhe më thotë më, po ga do vemi thashu të him të porta atje poshtë. Ka një murët e të portës së madhe, të vjetër duke të vizitoni. Edhe ga do himi thashu, mos në hano një gjarpër i thashu këtu. Jo më tha mos në ha gjarpër këtu, se banorët e shtëpisë tonë, nuk ata. Ata i ruajnë themelet, tha mua. Nuk ka rëndësim, tha mua, ndërtesa, ka rëndësi themelet, tha. Po ndërtesa bëhet prafa. Themelet, prandaj mos u trum, tha mua.
në përthera atje, këtu në gjithë të vlartë, e kështë një muri vjetër në sipër, e ku të gjirim ato vatrën atje ku këshëm lendur, të dy bashk. E vem atje, u e gjitha e parin tha mua, hiri vatrës ta, nuk kështë prishur akoma së shbërdhetha. E fillon të qeshjem. Jo në gjithë ti po gjitha u, ta nuk e gjitha në tha. Në ishte nata e fundit bashkë. Mëngjezi i 23 gushti të 69-ës, ora 8 gjisë këtu. Edhe marim ato hiri, tani tha mua, kjo është vatra që neve nana jonë, na ka ngrëhur dikur, tha. Unë e njoha pak, tha, po ti se njohet a pak e si ka, tha. Fshitim duar, fshi suratin, nuk të gjithë gjë më tha mua, po fshi edhe suratin më tha mua. Edhe filluam të kim, edhe vemi në markat të shtëpia ime, kisha 4 vajzë atë. Më thot mua, do më japësh një letër, flet vizatimi të vajzës, kisha vajzë në klasë të 3 të madhe. Dhe mere, thashu, qa do shkruajmë, tha mua, do shkruaj njët, më tha mua. Po kjo është letëri, thashu, e trashke, nuk pa loset për në zarfë. Trashke ka kokën dhe këtë marta. Por nuk më tha, pse dhe shkroj, nuk e di. E mori një ministër që regullt, e futi në gjetë të pantalonave, edhe unë gretani vlaj do i kim, tha mua. Po ju më gjithë në vajza më pas, po ti ku do i kishi, tha, tim në erë, dhe në erë dhe tani edhe në kish pra. U do vishu shpejt, pra, tha, po sot njëherë do i kitë. More një rjetë, që kishte datë, kishte qeska një rjetë, kishte një ca libra në rjetë, një bluzë të palosu këshu në dorë, edhe kaqe. Edhe unë damë, më thot mua që unë e shtërgove putha i shumë, sa nuk thuhej më. Edhe ka që ndarja jo, lotët e mija, ishë në supë të ati, e lotët ati supë tim. Asë më tha një fjalë, asë i thash kur fjalë. Me thërë, ato që momenti i fundit, që neve unë damë, a i vajti në festën e Hoxhës, ishe bogaz atë herë, po në Hoxhë bëj, atë vit. Edhe a ju largua, nuk e dirim ne, a i do i kja atë natë, iku. Të nesërme, të pas nesërme, të nesërme. Mere vesh që ishte aratisë Vila Xhaferi bashkë me burën e motrës time dhe një tjetër. Thashu. Po ki thashu. Që nuk na tha. Ki na tha ki do vi shpejt. Do kthehemi pra. E vërteta ishte, faktikisht, tani, se s'do të thet njeriu atë që nuk qëndron. Në momentin që erdhi dega sipas rregullave që kishte shtetin atë kohë, mua nuk më foli hiç asnjë njeri në zyrë që të më thoshte që vllai iku direkt nga shtëpia jote. I folën burrit tim, i folën motrës time, që iku dhe burrit e vllai, po jo mua, mu foli njeri. I meriton të bjerë shteti, thasha, po të sjellë unë në rrugë private. O të bjerë shteti, tha, të qindre sekondi, nuk komendua fare. Dhe i solli shteti. I thash unë prap, u dua të vete vajta në presidencë, dua të vete ta shikoj, thash unë, zvarrimin, mos të pjesë të tjetër kur të vi, se nuk e pash kur u varos. Për pak të në tasho, tani në zvarrim. Më dha dhe të drejtën që vajta, në zvarrim, edhe e solli shteti me kontributet e shteti dhe u bë një gjë shumë e madhe për atë kohë. Kontributi është vetëm imi, me të drejtë kjo. Pastaj kisha gjithmonë një si bregum në shpirt, thashu, si të bëju për këtë njeri. Gjithmonë ato lotët e mia i mblodhi Zoti më të lartë, 72 vjetë. Dhe pastaj si vjet në 2014 i zbriti këtu poshtë mbi ato ferrat që të thash. Thashu, mora lekë babaj, dikështe, se nga më dollën, unë nuk e di, të tjerët s'kan marrë dhe një kështë, o s'kam do një mik gjakundi, ku shumë në gazetë e emrit. Vete i mora ato, sa me fëmijët që më ndihmuajtin, sa që blodha më thash, edhe thash të ndërta këta. Unë kam ndërtuar 10% të shtëpisë, odën e madhe, se nuk isha mundësi të gërmoja dhe të hapja themelet e këtyre kurrën e kurrës, që ku kemi vërë këmbët e lartë, kaq kam ndërtuar unë, dhe ato para dhomën e vogël. Dhe bëra këtë. Në fillim të bëj këtë, pastaj vete shoh bustin atje. Thashu, këta e porositën bustin. Sa vite duhet të riki busti këtu, thash, se ku do ta vendosin këta, thosha me mendjen time. I thash e Brish Bajlanit, do ma japish mua këtë bustin. Mere, më tha mua, të tjere kanë porositur, më tha mua, kanë 5 vjeta, vash. Tani jetim duhet të riki dhe këtu i thashu në bust, ki duhet të riki, se duhet të dere në bronzë, njëherë se ishte, si që kishe përgatitur ai. I thashu, i kaq lek i kam, i thashu. Derdha lekën në përgjët bankës, këtu në Saran, me Brish Bajlani, e derdi në bronzë, edhe mendova pastaj njëra punë bëri tjetër, deri më sot.
që ki ka në shpitë të tia, nuk e di. Zoti bëri çuditëra, lotët e mia zoti deri si margaritar biferrat këtu, edhe vuri këtë person këtu. Për mua. E vurëm në shesh një natë tu ku jam uheruar, për mua e të papar, që më biri mua në këtë intervistë. Dhe kam vërë një detyr vetes që mos të qaj që ditë qerdi busti. Se vetëm lot kam derda, zoti s'mi hodhi poshtë.